Partia Demokratike e Kukës ka mbajtur një takim me aleatët e saj ku u prezantuan kandidatët për deputete dhe u diskutua mbi strategjinë që do të ndiqet për zgjedhjet e 11 majit. Drejtuesi politik Flamur Hoxha theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes forcave opozitare për të garantuar një përfaqësim dinjitos dhe një rezultat sa më të mirë në këto zgjedhje vendimtare për Kukësin dhe për mbar Shqipërinë, siç u shpreh ai. Ku të gjithë bashkë do japim kontributin në respekt të punës të vazhdueshme që kemi bërë si opozitar në shumë vite në fakt, dhe më së miri do të koordinojmë veprimet tona në çdo cep të qarkut Kukës, në Tropoj, në Has, për të bërë të mundur që gjithçka mes nesh, mes bashkimit të gjithë aleatëve në këtë betejë historike do ta quaja për Shqipërinë dhe shqiptarët, të koordinohemi dhe të bëjmë atë që kemi bërë gjithmonë, të nxjerrim qarkun ton fitues në zgjedhjet e 11 majit. Aleatët e koalicionit të Shqipëria Madhështore ranë dakord të punojnë në mënyrë të unifikuar për të maksimilizuar votën dhe për të përçuar një mesazh të qartë bashkimi dhe shpresë për qytetarët kuksian.